SPAK-u nxori raportin e tij vjetor për 2025-ën. Ka çështje të nxehta gjatë këtij viti. Ajo që të bie në sy është që është ulur numri i procedimeve, por është rritur numri të pandehurve. Kjo duket që SPAK ka tentuar gjithmonë më tepër të hetojë organizatat e mëdha. Sipas prokurorisë speciale vitin që shkoi, u fokusua në raste me më shumë të implikuar në një çështje. Pra janë hetuar pak grupe kriminale, por që kanë më shumë antar, ndryshe nga një vit më parë, kur u hetuan me më shumë grupe kriminale, por me më pak antar. Në raportin e saj, SPAK thotë se volumi i hetimeve penale ka vijuar të rritet edhe gjatë vitit 2025, krahasuar me një vit më parë. Gjatë këtij viti janë hetuar gjithsej 871 procedime penale, nga cilat 294 janë procedime të reja të regjistruara në vitin 2025, 39 janë procedime të bashkuara, ndërsa 577 janë çështje të mbartura nga viti 2024. Krahasuar me vitin 2024, kjo përfaqëson një rritje prej 4.9% të volumit të hetimeve penale. Gjithashtu, raporti mes procedimeve të reja dhe çështjeve apo hetimeve të përfunduara është rritur me rreth 6.67% gjatë vitit 2025 në krahasim me 2024. Sa i përket përfundimit të hetimeve, prokuroria e posaçme ruan një nivel të qëndrueshëm me 216 çështje të përfunduar gjatë vitit 2025, njësoj si në vitin 2024. Megjithëse numri i çështjeve të dërguara në gjykat ka rënë me 19.5%, numri i personave të përfshirë në këtë çështje është rritur. Kjo tregon se hetimet janë përqendruar në çështje më komplekse që përfshin më shumë individ. Ky zhvillim reflekton një qasje më strategjike dhe më të fokusuar të SPAK në ndjekjen penale gjatë këtij viti. SPAK pra thotë se ka një rritje me 4.9% të hetimeve që tregon një intensifikim të aktivitetit penal. Dhe kjo është një rezultat i rritjes së denoncimeve, përmirësimit të mekanizmave hetimor, fokusit të madh institucional ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar. Gjithsesi, rritja e raportit mes procedimeve të reja dhe çështjeve të përfunduara sugjeron një presion në rritje mbi sistemin. Pra hynë më shumë çështje se sa përfundojnë, çka mund krijojë stok nëse vazhdon kjo tendencë. Gjithsesi, ata kanë patur një qëndrueshmëri në përfundimin e çështjeve. Numri konstant tregon stabilitet operacional, por edhe mungesë të rritjes në përfundime, ndërkohë që rriten hyrjet mund të jetë një sinjal për kapacitetet kufizuara. Rënja me 19.5% e çështjeve të dërguara në gjykat e shoqëruar kjo vetëm me rritje personash tregon më pak çështje, por më të mëdha dhe më të ndërlikuara. Fokus në rrjete kriminale dhe jo individ të izoluar. Kjo me sa duket tregon ndryshimin në një orientim drejt goditjes së strukturave kriminale, ndjekjes së çështjeve me impakt më të madh dhe përdorimit më efikas të burimeve. SPAK është kritikuar nga analistët për një kohë të gjatë për shkak të numrit të ulët të hetimeve proaktive. Ndaj thotë se ka shënuar një rritje të ndjeshme të qasjes proaktive në hetime gjatë 2025-s. Nga 294 procedime të reja të regjistruara, 109 janë nisur kryesisht nga vetë prokuroria e posaçme, duke përfaqësuar rreth 37% të totalit. Kjo është një rritje konsiderueshme krahasuar me vitin 2024, ku vetëm 65 nga 328 procedime të reja ishin nisur kryesisht nga institucioni. Pra prokurorët i kanë nisur vetë me iniciativën e tyre hetimet, duke patur parasysh deklaratat në media të individëve të ndryshëm, denoncimet publike apo edhe dyshime që mund t'i kenë hasur duke gjetur në dosje të tjera. Ky zhvillim tregon një fokus më të madh të SPAK në iniciimin e hetimeve me nismë të vetëm, duke forcuar kontrollin dhe drejtimin strategjik të çështjeve penale. Kjo qasje është mbështetur nga përmirësimi i infrastrukturës teknologjike. SPAK ka patur akses të sigurt në 22 sisteme dhe databaza shtetërore, përfshirë 3 sisteme të reja, çka ndihmonte pozitivisht në rritjen e shpejtësisë, sigurisë dhe eficiencës së proceseve hetimore. Rritja nga 19.8% në 37% e hetimeve të nisura kryesisht tregon një ndryshim të rëndësishëm në filozofinë e punës. SPAK nuk po mbështetet më kryesisht tek kallëzimet apo referimet, por po vepron më shumë si një iniciator aktiv i hetimeve. Kjo është tipike për institucione që synojnë të godasin krimin në mënyrë inteligjente dhe të planifikuar. Rritja e hetimeve të nisura nënkupton kontroll më të madh mbi përzgjedhjen e rasteve, orientim drejt çështjeve me prioritet të lartë, shmangje nga reagimi pasiv ndaj kallëzimeve. Pra SPAK po kalon nga një model ekzistues në një model strategjik dhe të drejtuar
nga inteligjenca. Aksesi në 22 databaza shtetërore ka ndikim të drejtë për drejtë. Lehtëson identifikimin e shkeljeve pa patur nevojë për kallëzim. Përshpejton verifikimin dhe analizën e dhënave. Kjo është një bazë e fortë për hetime proaktive, sepse informacioni bëhet i aksesueshëm dhe integruar. SPAK po evolon drejt një institucioni modern hetimor nëse ky ritëm vazhdon. Rritja e hetimeve të nisura kryesisht dhe investimi në sisteme databazash e tregojnë këtë gjë. Qytetarët kanë filluar ndjeshëm të besojnë se nëse kallëzojnë dikën në SPAK, mund t'ja dalin të dënojnë atë që ka shkelur ligjet e këtij vendi. Në vitin 2025, hetimet e filluara me kallëzim nga shtetas zën rreth 33.5% të totalit të procedimeve të filluara gjatë vitit 2025. Kjo është mase niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë në vend. Mase mund të jetë një rast i rrallë i një prokurorie, që 1/3 procedimeve vjen nga kallëzimet e qytetarëve. Dhe kjo është një sinjal i qartë se publiku ka besim tek institucioni. Qytetarët ndihen sigurt për denoncuar raste të dyshuara. Ekziston një perceptim pozitiv për seriozitetin dhe efektivitetin e SPAK. Ky nivel përfshirje tregon edhe se qytetarët janë i burim i rëndësishëm. Informacioni, bashkëpunimi publik institucionesh funksional, rritet mundësia për të identifikuar raste që ndryshe mund të mbeteshin të pazbuluara, duke pasur parasysh edhe të dhënën se 37% e hetimeve janë të nisura kryesisht nga SPAK, ndërsa 33.5% nga kallëzimet e qytetarëve tregojnë një balancë të mirë mes iniciativës institucionale, pra proaktive, dhe reagimit ndaj denoncimeve që është reaktiv. Por mbetemi te kallëzimet e qytetarëve, sepse janë ata që sjellin informacion nga terreni, ndihmojnë në evidentimin e rasteve konkrete, edhe pse dihet që kjo gjë kërkon një verifikim të gjallë. Prandaj kombinimi me hetimet e nisura kryesisht rrit cilësinë dhe filtrimin e rasteve. Ne do ta marrim në analizë të gjithë historinë një vjeçare të 2025 të SPAK, por do ndalemi tek pika kryesore. Ajo që prokurorët më të mirë në botë thonë: nëse do të godasësh krimin e organizuar, merru parat. Edhe gjatë 2025-s janë sekuestruar para, por shifra është $40 milion. Nëse do të flasësh për krimin e organizuar dhe korrupsionin, duhet të marrësh parat. Në të kundërt, burgimi është një masë e cila nuk do t'i ndalte ata në rrugën e tyre. Pavarësisht se shifrat rriten, ato janë thellësisht mediokre në bazë të asaj që është e pritshme. Gjatë vitit 2025, vlera totale e aseteve të sekuestruara dhe konfiskuara arrin në €45.4 milion. Nga kjo shumë, rreth €43.49 milion, afërsisht 96% janë asetet sekuestruara. Rreth €1.91 milion, afërsisht 4% janë asetet të konfiskuara. Në totalin e aseteve të sekuestruara përfshihet edhe sekuestrimi i kriptovalutës Tether, me një vlerë ekuivalente prej $14.5 milion, rreth €12.4 milion. Sa i përket ndarjes sipas kategorive, për veprat penale që lidhen me krimin e organizuar, asetet sekuestruara rreth €42.4 milion, asetet konfiskuara rreth €1.8 milion. Për çështjet që lidhen me zyrtarët e lartë, asetet e sekuestruara janë rreth €1.1 milion, asetet konfiskuara rreth €100.000. Por po t'i bëjmë një analizë shifrave, fakti që 96% e vlerës totale janë sekuestrime dhe vetëm 4% konfiskime tregon se hetimet janë aktive dhe në progres. Një pjesë e madhe e çështjeve ende nuk kanë përfunduar me vendime përfundimtare gjyqësore. Kjo është tipike për sisteme kur proceset gjyqësore zgjasin dhe barra e provës për konfiskim përfundimtar është më e lartë. Pjesa dërmuese e aseteve mbi 90% lidhet me krimin e organizuar. Kjo sugjeron se prioritet strategjik janë rrjetet kriminale. Shifrat për zyrtarët e lartë janë dukshëm qesharake. Vetëm rreth €1.1 milion të sekuestruara dhe vetëm €100.000 konfiskim. Kjo mund të interpretohet në disa mënyra, ose ka më pak raste të provuara, ose ekzistojnë pengesat institucionale në hetimin e nivelit të lartë, dhe një përfundim analize do të ishte i tillë. Në një logjik, krimi organizuar nuk ka bërë asgjë tjetër përveç se trafik droge, ndërsa zyrtarët e lartë kanë vjedhur paratë e buxhetit të shtetit. Këtu nuk po vëmë në peshore se kush është më i dëmshëm për një shtet si ne. Tu vëmë në peshore 96% të krimit dhe 4% të korrupsionit, e cila është dukshëm de facto se politika në këtë vend
mbetet e paprekshme dhe me 100.000 euro vetëm të konfiskuara të duket vetja se jeton në Luksemburg. Prokuroria vazhdon të ketë probleme në gjetjen e parave. Ajo që është më e rëndësishmja, në analizën që i ka bërë vetes në një vit, thekson në rëndësinë e përdorimit sistematik të hetimeve financiare për trajtimin e krimit të rëndë dhe të organizuar, duke përfshirë trafikimin e palishëm, terrorizmin dhe pastrimin e parave. Institucioni ka vijuar në fakt të zbatojë ndjekjen e hetimeve financiare dhe pasurore në mënyrë sistematike për secilën kategori të veprave penale që janë në kompetencën e tij, duke përfshirë veprat penale të rënda dhe ato të krimit të organizuar, trafikun e qenieve njerëzore, terrorizmin dhe pastrimin e parave. Gjatë vitit 2025, Prokuroria e Posaçme ka regjistruar gjithsej 32 procedime penale për veprën penale të parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, pastrimi i produkteve të veprës penale ose i veprimtarisë kriminale. Këto procedime lidhen kryesisht me çështje me kompleksitet të lartë, vlera të mëdha financiare dhe skemat sofistikuara pastrimi të ndërlidhura me krimin e organizuar. Qëllimi kryesor nuk ka qenë numri i rasteve, por goditja e strukturave kriminale dhe transaksioneve me impakt të madh penal dhe financiar. Por gjithsesi, me vetëm 32 procedime të regjistruara për pastrimin e parave, SPAK nuk mund të synojë se po realizon goditjen e rasteve komplekse dhe me impakt të lartë. Vlera e pasurive të sekuestruar tregon një kapje efektive të aseteve të krimit organizuar, por gjithsesi, diferenca me pasuritë e konfiskuara, 1.8 milion euro, do të thotë se ka sfida në transferimin e hetimeve për konfiskimin përfundimtar. Shpeshherë kemi dëgjuar që Prokuroria Speciale ka goditur më shumë policinë në deklaratat e saj publike. Ka një mos bashkëpunim me të. Prokurori Special thoshte shpesh se policia është e korruptuar në nivelet larta. Mirë po, dosjet ndaj policëve nuk ishin të shumta, gjithsesi ishin të rëndësishme. Një ndër pikat që e ka shqetësuar sërish Prokurorinë e Posaçme mbetet policia. Në raporte zyrtare përdoret një gjuhë disi më e butë nga deklaratat që vetë prokurorët e SPAK bëjnë zakonisht. SPAK thotë se bashkëpunimi ndërinstitucional mbetet një komponent kyç për efektivitetin e SPAK. Edhe pse gjatë viteve të fundit të shënuar një rritje e referimeve dhe e shkëmbimit të informacionit me SPAK dhe institucioneve të tjera publike, ky bashkëpunim ende nuk është në nivelin e dëshiruar. Një mënyrë e veçantë marrëdhënia me policinë e shtetit ka nevojë për intensifikim dhe koordinim më të ngushtë. Një bashkëpunim më i fortë do të mundsonte hetime më të koordinuara dhe më efikase, duke lehtësuar mbledhjen e provave, ndjekjen e rrjeteve kriminale dhe parandalimin e ndërhyrjes së mundshme të elementeve të krimit në proceset hetimore. Për më tepër shkëmbimi i informacionit në kohë reale dhe harmonia e metodologjive të hetimit mund të rrisnin ndjeshëm efektivitetin e operacioneve të SPAK, veçanërisht në çështje komplekse si korrupsioni i nivelit të lartë dhe krimi i organizuar. Për të arritur këtë, duhet të forcohen protokollet e bashkëpunimit dhe të përcaktohet qartë përgjegjësia e secilit institucion dhe të sigurohet trajnimi i përbashkët i stafit me metoda më moderne. Një model i tillë bashkëpunimi do të mundsonte gjithashtu ndërtimin e një baze të qëndrueshme të informacionit të ndarë, e cila do të shërbente si një instrument i fuqishëm për parandalimin e veprave penale dhe për rritjen e efikasitetit të ndjekjes penale. Rritja e referimeve dhe informacioneve nga institucionet publike tregon se ka një përpjekje për të ndërtuar një rrjet bashkëpunimi. Ky është një tregues se SPAK në fakt po krijon një marrëdhënie funksionale me institucionet e tjera dhe mbase po përdor burimet ekzistuese në mënyrë më efektive. Por policia e shtetit duhet të jetë syri dhe veshi në terren, duke mbledhur informacion të drejtë për drejtë mbi aktivitetet kriminale. Por këtu SPAK nuk ka marrë atë që ka dashur. Hetimet mund të jenë fragmentare. Vetëm një bashkëpunim intensifikuar mund të përshpejtojë ndjekjen penale, të rrisë mundësinë e sigurimit të provave të forta, të parandalojë shmangjen e përgjegjësisë nga të dyshuarit, të lehtësojë hetimet mbi rrjetet krimit organizuar që shpesh operojnë ndërinstitucionalisht dhe në mënyrë ndërkombëtare. Gjatë viteve të fundit, struktura e posaçme kundra korrupsionit dhe krimit organizuar SPAK ka intensifikuar hetimet dhe masat ndaj individëve të lidhur me vepra penale, përfshirë edhe raste ku janë të përfshirë efektiv të policisë së shtetit.
Këto arrestime, ndërsa shënojnë një hap të rëndësishëm të ndjekjes ligjore, ngren edhe shqetësime dhe reflektime të thella mbi gjendjen e institucioneve dhe nevojën për drejtësi të paanshme. Një nga rastet është në mars 2025, kur SPAK njoftoi arrestimin e 3 efektiveve të policisë, të cilët akuzoheshin për trafik droge, shpërdorim detyre dhe mbështetje të aktiviteteve kriminale në zonën e Sarandës. Ky operacion zbuloi një skem të ndërlikuar të përfshirjes së policëve në rrjetet e trafikut të kanabis në periudhën 2019-2020, ku dyshohet se posedonin edhe mijëra euro nga aktivitetet e paligjshme. Në tetor të vitit të shkuar, SPAK ndaloi edhe në drejtorin e policisë së Tiranës me akuza të rënda. Erion Ismaili dyshohet se ishte i përfshirë së bashku me disa biznesmen në një aferë korruptive dhe pengmarrje. Në mars 2026, një tjetër arrestim tronditës përfshiu një zyrtar të lartë të policisë, Rezart Kuçin, i cili kishte mbajtur pozicione drejtuese në disa deg të policisë së shtetit, si dhe në strukturën e krimeve në Kukës dhe në Vlorë. Ai arrestohet në ndyshimet e abuzimit për detyrën, përfshirjes për trafik të paligjshëm dhe pjesëmarrjes në një grup kriminal të strukturuar. Akuza që ngren shqetësime serioze për nivelin e infiltrimit të krimit në organet ligjzbatuese. Këto raste nuk janë të izoluara në historinë e angazhimit të SPAK me fenomenin e korrupsionit brenda radhëve të policisë. Disa raporte të mëparshme kanë dokumentuar arrestime dhe masa sigurie për zyrtar policie të përfshirë në keq përdorimin e detyrës dhe veprimeve kriminale, siç ishin inspektorët e policisë kufitare apo punonjës të komisariateve lokale për shpërdorim detyre dhe aktivitet kriminal, në bashkëpunim me agjencitë hetimore. Pari, arrestimet e efektivëve të policisë tregojnë se SPAK dhe institucionet e tjera të zbatimit të ligjit nuk shmangen nga hetimi i vetë organeve ligjzbatuese, kur ka prova të qarta për shkelje. Ky është një lajm i rëndësishëm në një shoqëri ku besimi në drejtësi shpesh sfidohet dhe ku perceptimet negative mund të ndikojnë në bashkëpunimin e qytetarëve me policinë. Së dyti, fakti që zyrtar të policisë janë kapur në akuza të rënda kriminale për trafik droge, shpërdorim detyre apo lidhje me grupe kriminale të strukturuara, nënvizon se sfidat e korrupsionit janë sistematike dhe jo shpesh zyrtare sporadike. Kjo kërkon jo vetëm arrestime, por reforma të thella në mënyrën e rekrutimit, kontrollit të brendshëm dhe sistemit disiplinor brenda policisë së shtetit. Së treti, këto raste i vendosin përballë publikun dhe organet ndërkombëtare në një sfidë të rëndë për efektivitetin dhe pavarësinë e hetimeve. Arrestimet mund të jenë të nevojshëm dhe të justifikuar, por ato duhet të shoqërohen nga procese gjyqësore, transparente dhe të paanshme, që të mos ngjallin dyshime për keq interpretim politik apo selektivitet. Arrestimet e policëve nga SPAK shërben si një tregues se as autoritetet ligjzbatuese nuk janë të paprekshëm nga ligji. Megjithatë, ky proces është vetëm një hap drejt adresimit të një realiteti kompleks, ku qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit kërkojnë jo vetëm ndërshkim, por edhe parandalim, edukim, reforma institucionale dhe një angazhim të vazhdueshëm për integritet. Vetëm kështu besimi i publikut në dyert e drejtësisë dhe në vetë policinë e shtetit mund të rritet në mënyrë të qëndrueshme. U ulën dënime. U dhanë shumë dënime të tjera me kusht. Por sërish nuk pati njerëz të cilët do të dinin nga burgu. Tani merremi me një ndër çështjet më delikate që ka qenë një shqetësim i madh për vitet e para. Vendimet e fajësisë përbëjnë rreth 87% të totalit, ndërsa vendimet e pafajësisë rreth 13%, duke treguar një nivel të lartë të efektivitetit të prokurorisë posaçme në fazën e gjykimit. Gjatë vitit 2025, numri i rekurseve të paraqitura në kolegjin e posaçëm të gjykatës së lartë për çështjet e hetuar nga SPAK është ulur ndjeshëm, me rreth 63%. Për këto çështje gjykata e lartë ka shqyrtuar dhe marrë 59 vendime përfundimtare, ndërsa vetëm një vendim është marrë nga gjykata kushtetuese. Për SPAK, kjo është konsistencë në cilësinë e hetimeve dhe përfaqësimit në gjykatë dhe një maturim institucional në fazën e gjykimit. Por nga ana tjetër, vazhdon të jetë ndër nivelet më të larta për çdo prokuror në botë. Duket se avokatët në këtë vend fitojnë lehtë nga gjykatat e jurisdiksionit të përgjithshëm dhe kanë të pamundur të fitojnë në gjykatat kundër krimit të posaçëm dhe korrupsionit. Gjithsesi ka gjithashtu edhe një rritje të lehtë të vendimeve me 5.5%, që sugjeron se tashmë kemi një stabilizim të fluksit të çështjeve që arrin në përfundim. Por ajo që është tregues është përqindja e lartë e fajësisë, 87%. Ky është një tregues shumë i fortë
që nënkupton cilësi të lartë të dosjeve hetimore, selektim më të kujdesshëm të çështjeve që dërgohen në gjykatë, koordinim efektiv mes prokurorisë dhe gjykatës. Por në një sy të lehtë ti nënkupton se ose s'pak merr çështja të lehta, ose s'pak në çdo hetim noterizohet nga gjykata e posaçme. Ndërsa ulja e fortë e rekurseve, vetëm 63%, është një nga treguesit më domethënës. Më pak ankime që nënkuptojnë vendime më të qëndrueshme juridikisht. Palët kanë më pak arsye të kundërshtojnë vendimet, ndërsa ndërhyrja minimale e gjykatës kushtetuese tregon mungesë konfliktesh të mëdha kushtetuese në këtë gjykatë. Vetëm në Shqipëri, një prokuror nuk lodhet për gjetur prova, sepse në shumë raste, celularët janë burimi kryesor i provave të prokurorëve. Shqiptarët janë aq dashuruar me celularët, sa mesazhet, thirrjet, emailët, llogaritë bankare online, aktivitetet në rrjetet sociale, të dhëna për kriptovaluta, i kanë në telefonin e tyre. Dhe këto janë prova direkte të komunikimit dhe të veprave penale. Marrja e këtyre provave kërkon procedura të sakta ligjore, urdhër gjykat për sekuestrim dhe analizë të dhënash, ruajtje e zinxhirit të provave dhe aftësi teknike për të nxjerrë informacion pa u dëmtuar. Këto procedura duhet thënë se respektohen shumë në Shqipëri dhe provat nuk janë të kontestuara në gjykat, por s'pak dukshëm ndihmohet nga vetë ata që jeton. Nuk ka asnjë problem në këtë rast. Mund thuhet se shqiptarët kryejnë çdo vepër penale në telefonin e tyre, edhe pse kushdo mund thotë se ky është një reflektim i mënyrës moderne të jetesës dhe komunikimit. Shumë veprime kriminale të ditës së sotme përfshin komunikim elektronik, transferim financiar online, menaxhim kontratash, transaksione përmes telefonit, biseda për korrupsion e të tjera me radhë. Celularët nuk mund të jenë një vend i zgjedhur nga kriminalët për të qenë të gjurmueshëm. Ato janë vetëm një mjet praktik, por shqiptarët e konceptojnë ndryshe. Njerëzit zakonisht nuk mendojnë se çdo mesazh ose kontakt mund t'i përdoret në të ardhmen si një provë ligjore kundër. Fakti që provat gjenden tek celularët do të thotë se njerëzit vazhdojnë të kryejnë vepra penale me celularin e tyre, por edhe se teknologjia ka bërë që çdo veprim të lërë gjurmë digjitale. Gjatë periudhës 2022-2025, sektori i ekspertizës pranë SPAK ka regjistruar një rritje të qëndrueshme prej rreth 31% të akteve të ekspertimit. Ky zhvillim lidhet drejt për drejt me zgjerimin e kapaciteteve teknike të laboratorëve të BKH-s, si dhe me rritjen e kërkesave për analiza digjitale më të avancuara. Por në mënyrë të vazhdueshme, telefonat celular përbëjnë rreth 70 deri 75% të provave totale që ka SPAK, duke theksuar kështu rëndësinë e analizave të metadatave, komunikimeve online dhe aplikacioneve të enkriptuara. Paralelisht, analizat mbi pajisjet kompjuterike janë rritur me 62%, çka reflekton shtimin e përdorimit të dokumentave financiare dhe materialeve elektronike në proceset hetimore. Ky zhvillim tregon një transformim drejt hetimeve moderne dhe të bazuara në teknologji. Dominimi i telefonave celular, 75% tregon se shumica e provave tashmë janë digjitale. Hetimet po mbështeten gjithmonë më shumë në komunikimin në aplikacione, të dhëna të fshehura, aplikacione të enkriptuara. Rritja me 31% e akteve të ekspertimit kuptohet që është investim në pajisje teknologjike dhe kjo është thelbësore për hetimin e krimit, të organizuar dhe korrupsionit modern. Por rritja me 62% e analizave të pajisjeve kompjuterike lidhet drejt për drejt me hetimet financiare të thelluara, gjyrmim të transaksioneve dhe dokumentave elektronik, analizë të sistemeve të kontabilitetit dhe arkivave digjitale. Rritja e kompleksitetit e hetimeve digjitale gjithmonë ka qenë ndërlikuar teknikisht dhe kjo kërkon një ekspertizë të specializuar. Shpesh lidhet me bashkëpunimin ndërkombëtar, serverat që ndodhen jashtë vendit. Kjo ka rritur ndjeshëm efektivitetin në goditjen e krimit modern, por njëkohësisht kërkon investime të vazhdueshme në teknologji dhe burime njerëzore. Goditja më e fortë absolutisht që ishte trafiku i drogës. Gjithsesi edhe ajo nuk ishte një trafik i ndodhur në kohët në të cilat jetojmë. Ishte një trafik droge i kryer nga 2020 deri në 2022. A para numrit pandehurve ishte shumë i madh. Kushdo që ka shitur drogë në Skype dhe Encrochat
ishte pjesë e procedimeve penale të këtij viti. Kuptohet që për shkak të bisedave të përgjuara në Sky dhe në Kroçat kanë qenë prej kohësh për SPAK një ndër zhvillimet kryesore gjatë punës së tyre. Ndaj, edhe 365 ditët e 2025-s, numri i çështjeve të hetimeve të përfunduara kundër krimit të organizuar ka qenë 60, ndërsa kuptohet korrupsioni ka shumë më pak se këto çështje. Të dhënat dëshmojnë se SPAK e ka gjithmonë më të lehtë të operojë në hetimet ndaj krimit të organizuar se sa korrupsionit. Kjo, për sa i përket përfundimit të hetimeve në çështjet që lidhen me krimin e organizuar, si dhe një qasje më të vendosur ndaj veprave penale të kryera nga grupet kriminale të strukturuara. Krahasimi ndërmjet viteve 2024 dhe 2025 tregon gjithashtu një rritje prej 11.5% të personave në hetim dhe 36.6% të personave të dërguar në gjykatë, duke sugjeruar një orientim më cilësor të hetimeve drejt strukturave më të gjera kriminale. Pra e thënë më qartë, më pak çështje, por më shumë rezultate konkrete. Ulja e çështjeve të regjistruar e kombinuar me rritjen e atyre të përfunduara sugjeron një përqendrim më të madh në cilësi se sa në sasi. Institucioni duket se po fokusohet në hetime më të thelluara dhe më të strukturuara. Rritja e numrit të çështjeve të përfunduara dhe e personave të dërguar në gjykatë tregon se hetimet po çojnë më shpesh në rezultate konkrete procedurale. Ka një goditje ndaj strukturave më të mëdha kriminale. Rritja e ndjeshme e personave në hetim dhe në gjykim dukshëm do të thotë se hetimet po targetojnë rrjete më të gjera dhe më komplekse, jo vetëm individ të izoluar, por vetë SPAK pranon se ka një tregues negativ, rritje shumë të lartë pezullimeve. Por këto mund të lidhen me hetime më të ndërlikuara ndërkombëtare. Pse mungesë provash të menjëhershme? Dhe pse disa tregues mund të duken kontradiktor në tërësi, ato tregojnë një zhvendosje drejt hetimeve më të thella dhe më të strukturuara, që kërkojnë më shumë kohë, por potencialisht kanë ndikim më të madh në goditjen e krimit të organizuar. Mbetemi në një pikë e cila nuk lidhet me trafikun e drogës, nuk lidhet as me korrupsionin e lartë, lidhet mbi fatin e atyre që e hetojnë. Në krye të këtij raporti, SPAK nënvizon një fakt shumë të rëndësishëm. Cili do të jetë statusi i prokurorëve, mandati i cilëve është duke u mbaruar? Prokurorët e SPAK janë të shqetësuar tashmë për veten. Raportin e vitit 2025 në shqetësimet e tyre që janë për t'u adresuar, ata shkruajnë tekstualisht: statusi i prokurorëve të posaçëm pas përfundimit të mandatit. Mos përcaktimi i qartë ligjor kërcënon vimësinë e hetimeve dhe standardet profesionale, duke ndikuar në besimin e publikut dhe në përmbushjen e kërkesave të institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare. Pas përfundimit të mandatit një prokuror special, statusi i tij mbetet i paqartë nga pikpamja ligjore. Ata mund të jenë pa punë, të rikthehen në një detyrë të ulët dhe të mos kenë më fuqi. Por ndërsa kanë hyrë në vitin e 7 të punës së tyre, tashmë ata po kuptojnë se me mbushjen e një mandati 9-vjeçar nuk janë me të njëjtin fuqi dhe rrezikojnë në fakt edhe të kenë një vend pune në strukturat e gjyqësorit në Shqipëri. Kjo mungesë përcaktimi i qartë mund të kërcënojë vimësinë e hetimeve, ruajtjen e standardeve profesionale, besimin e publikut, përmbushjen e kërkesave të institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare. Çfarë ndodh me shqetësimin e tyre? Nëse prokurorët e posaçëm nuk kanë një status të qartë pas përfundimit të mandatit, hetimet që ata udhëheqin mund të ndalojnë ose të humbasin vazhdimsinë, sidomos në çështje komplekse që kërkojnë kohë të gjatë për përfundim. Po çfarë është më shqetësuese standardi profesional? Pas siguri ligjore për pozicionin e tyre, prokurorët mund të ndihen të pambrojtur ose të kufizuar në vendimarrje, duke rrezikuar neutralitetin dhe pavarësinë profesionale. Institucionet ndërkombëtare dhe mekanizmat e bashkëpunimit juridik kërkojnë pavarësi dhe stabilitet të strukturave hetimore. Pa një status të qartë ligjor, bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar mund të kompromentohet ose të vonohet. Dhe çfarë kërkon SPAK nga ekzekutivi? Një përgjigje definitive. Çfarë është vazhdimësia e mandateve të prokurorëve të posaçëm? Apo karriera e tyre po shkon drejt fundit? Vrasjet që u hetuan në 2025 ishin të pakta, por ato sollën sërish në vëmendjen e të gjithë opinionit publik një luftë të madhe që kishte ndodhur në Shqipërinë e viteve 2017-2023.
Dubai mbetet sërish një problem thelbësor në Shqipëri sipas SPAK. Ekstradimi dhe deportimi shtetasve shqiptar vazhdon të jetë një fushë sfiduese për autoritetet ligjzbatuese. Megjithse janë vërejtur përmirësime të dukshme në bashkëpunim me disa shtete, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, procesi mbetet kompleks dhe ndërlikuar. Një nga arsyet kryesore është nevoja për të pasur marrëveshje dypalqe mes Shqipërisë dhe shteteve të tjera, të cilat garantojnë ekzekutimin e vendimeve penale jashtë vendit. Pa këto marrëveshje, autoritetet shqiptare nuk mund të veprojnë në mënyrë efektive për të siguruar kthimin ose ekstradimin e personave të kërkuar, duke krijuar vonesa dhe pengesa për ndjekjen e drejtësisë penale. Për më tepër, procedurat ligjore ndërkombëtare shpesh janë të ndryshme nga sistemi shqiptar, gjë që kërkon koordinim të vazhdueshëm dhe njohuri të thella të legjislacionit ndërkombëtar. Kjo situatë tregon se përtej përpjekjeve të SPAK dhe institucioneve ligjzbatuese, mbështetja diplomatike dhe mekanizmat ndërkombëtar mbeten thelbësor për përmirësimin e efikasitetit të ekstradimeve dhe të deportimeve. Por gjithsesi, bashkëpunimi me Emiratet e Bashkuara Arabe ka treguar një trend pozitiv. Lidhje të reja dypalqe që mundsojnë shkëmbim të lehtë informacioni, rritin mundësinë për ekzekutim të shpejtë të vendimeve penale jashtë vendit. Megjithatë, përmirësimet mbeten selektive dhe shpesh varet nga marrëdhëniet diplomatike dhe legjislacioni specifik i çdo shteti. Procesi mbetet kompleks për disa arsye. Kërkesa për marrëveshje dypalqe që mund të zgjasin vite për të finalizuar, dallimet në legjislacion penal, procedurat gjyqësore ndërkombëtare, nevoja për verifikim të saktë të dhënave dhe përgatitje të dokumentacionit të plot ligjor. Këto pengesa mund të ndikonin drejt për drejt në efikasitetin e ndjekjes penale edhe në kohën e zbatimit të vendimeve. Efektiviteti i ekstradimeve dhe deportimeve nuk varet nga SPAK. Ambasadat, institucionet diplomatike luajnë një rol kyç për negocimin dhe finalizimin e marrëveshjeve. Pjesëmarrja e mekanizmave ndërkombëtar, Interpol ose Europol absolutisht ndihmon në gjurmimin e personave të kërkuar. Vonesa ose pamundësia për ekstradim mund sjell mosbatimin e vendimeve penale, mundësi për shpëtim të personave të kërkuar nga drejtësia, ndikim negativ në besueshmëri. Treguesi me luhatin më të madhe të SPAK është transferimi tek prokuroritë e vogla. Gjatë vitit 2025, vetëm rreth 29% e çështjeve dhe hetimeve të përfunduara janë transferuar tek prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm, duke shënuar një rënje të ndjeshme krahasuar me mesataren e viteve 2021-2024. Ky trend tregon se shumica e çështjeve janë trajtuar dhe përfunduar brenda jurisdiksionit prokurorisë posaçme. Ky zhvillim ka disa pika të rëndësishme. Si fillim, ulja e përqindjes së çështjeve të transferuara që tregon se prokuroria e posaçme po arrin të menaxhojë më shumë raste brenda strukturës së saj, pa patur nevojë për delegim tek prokuroritë e tjera. Kjo sugjeron përmirësim të ekspertizës, burimeve njerëzore dhe organizimit të brendshëm, duke mundësuar trajtim më të plotë të çështjeve komplekse. Më pak transferime zakonisht nuk kuptojnë më pak vonesa procedurale dhe një rrjedhë më të qartë të hetimeve, çka përmirëson performancën e përgjithshme. Prokuroria e posaçme duket se po qëndron më e përqendruar në mandatin e saj, zakonisht krimin e organizuar dhe korrupsionin, duke mos i deleguar rastet e saj lehtësisht. Megjithatë, kjo rënje mund ngrej edhe pikpyetje. Apo filtrohen më mirë çështjet që në fillim, apo ka mbi ngarkesë që nuk reflektohet ende në statistika. Bashkëpunimi me homologët duket në fakt si një pikë e parëndësishme, por ajo është thelbi i gjithçkaje. Partneri kryesor edhe në 2025 mbetet antimafia italiane. SPAK thot se në lidhje me masat e sigurimit ka ndjekur një politikë penale të harmonizuar me standardet ndërkombëtare. Konkretisht, numrit paraburgosurve me kërkesë të SPAK, që ndodhen në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, përbën rreth 12% të totalit të paraburgosurve në Shqipëri. Po ashtu, të dënuarit me burg si rezultati i hetimeve të SPAK përbëjnë rreth 11% të numrit të përgjithshëm të burgosurve. Një tregues i rëndësishëm është ulja me rreth 53.4% e përdorimit të masës së sigurimit arrest me burg, duke reflektuar një zhvendosje të dukshme drejt masave alternative. Kjo tendencë konfirmohet edhe në raport me numrin total të personave në hetim, ku vret një rënje krahasuar me vitin paraardhës. Për vitin 2025, në rastet e veprave penale të korrupsionit, masa arrest me burg
u aplikua vetëm për rreth 3.45% të personave në netim, ndërkohë që për krimin e organizuar, kjo masë ishte aplikuar në 21.4% të rasteve, nga rreth 31% në vitin 2024, duke treguar një ulje të ndjeshme edhe në këtë kategori. Ky zhvillim pasqyron një ndryshim të rëndësishëm në filozofinë e ndjekjes penale dhe përdorimin e masave të sigurimit. Ulja e ndjeshme e arrestit me burg tregon një orientim drejt parimit të proporcionalitetit dhe përdorimit të paraburgimit si masë e fundit, në përputhje me praktikat europiane të drejtave të njerëzit. Përqindjet relativisht të ulta të paraburgosurve dhe të dënuarve nga SPAK, 12% dhe 11%, tregojnë se kjo strukturë nuk kontribon në mënyrë disproporcionale në ngarkesën e sistemit penitenciar. Rënja me 53.4% arrestit me burg sugjeron në fakt një përdorim të madh të arrestit në shtëpi, detyrimit për paraqitje, garancive pasurore. Kjo është një shenjë i qasje më moderne dhe më pak represive. Diferencimi sipas natyrës së veprës penale. Për korrupsionin ka patur një përdorim shumë të ulët, 3.45%, që tregon se këto raste po trajtohen kryesisht pa masa ekstreme kufizuese të lirisë. Ndërsa për krimin e organizuar, edhe pse ka një rënje, niveli mbetet më i lartë, 21.4%, çka reflekton rrezikshmëri më të madhe të këtyre veprave. Ndërkohë që treguesit janë pozitiv, lindin edhe disa pyetje. Apo ekziston një rrezik i uljes së efektivitetit në disa raste sensitive? A janë masat alternative gjithmonë më të mjaftueshme për të garantuar mos prishjen e provave apo shmangjen e drejtësisë? Të dhënat tregojnë një përpjekje më të balancuar, respektimin e drejtave të individit me nevojën për ndjekje efektive të veprave penale. Në tërësi, SPAK duket se po kalon drejt një modeli më të balancuar dhe më standard të përdorimit të masave të sigurimit, duke reduktuar varësinë nga paraburgimi dhe duke rritur përdorimin e alternativave. A duhet të hetohet korrupsioni me masë siguri, arrest me burg, apo me hetim në gjendje të lirë, derisa të provosh në gjykat se ai ish fajtor? Ky është një diskutim i gjatë por edhe sensitiv. Gjatë viteve të fundit, Shqipëria ka përjetuar një intensifikim të luftës kundër korrupsionit, sidomos përmes veprimtarisë së SPAK. Ky institucion ka treguar rezultate të dukshme në hetimin dhe ndjekjen e rasteve të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, duke përfshirë edhe zyrtarët e lartë. Megjithatë, një prej problemeve që ka hasur është kritika e vazhdueshme, se ndjekjet penale duhet i kryej duke mos cënuar lirinë e të hetuarit, por me masa të tjera shtrënguese. Zbatimi i masës së burgimit për raste korrupsioni pa masa shtesë apo pa masa parandaluese të forta duket se e ka humbur efektivitetin e vet. Ndërsa ajo që ka rënë në sy në 2025 është fakti se SPAK, ndryshe nga vitet e tjera, ka ulur dënimet duke dhënë ato alternative. Mirë, po në ndonjë rast ajo është dukur si një zbeje, për shkak se një pjesë e madhe e qytetarëve e konceptojnë dënimin në Shqipëri vetëm me burg. Duket se shqetësimet e ndërkombëtarëve kanë fituar dhe në 2025 SPAK ka ulur ndjeshëm dënimet me burg për disa vepra penale dhe gjithashtu edhe masat e sigurisë i ka patur më të buta. Kryesorja mbeten resurset e burimeve njerëzore. Pa ata SPAK nuk mund të shkojë përpara. E shumë prej mendjeve më të mira në botën e ulumtimit kërkohen t'i bashkohen prokurorisë speciale, por duke parë atë që po ndodh aktualisht, disa prej tyre refuzojnë. Në një rekomandim të posaçëm, Parlamenti kërkonte që SPAK, në bashkëpunim me Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të zhvillonte një analizë të përbashkët mbi zbatimin e strategjisë për hetimin dhe parandalimin e krimeve zgjedhore për zgjedhjet e vitit 2025. Thelb ky rekomandim synonte të garantonte integritetin e procesit zgjedhor dhe të ndërmerrte masa konkrete për parandalimin dhe ndëshkimin e shkeljeve të mundshme. Edhe pse SPAK ka ndërmarrë hapa organizativ dhe koordinues duke caktuar një prokuror të posaçëm si pikë kontakti dhe duke krijuar mekanizma bashkërendimi me institucionet përkatëse, zbatimi praktik duket se ka mbetur larg pritshmërive. Deri më tani, SPAK nuk ka dhënë një përgjigje të qartë për hetimet e krimeve zgjedhore gjatë zgjedhjeve të vitit 2025. Kjo ishte një performancë e dobët në një fushë strategjike, sepse krimet zgjedhore në vetvete janë një nga sfidat më delikate për sundimin e ligjit dhe besueshmërinë e institucioneve. Pika e dobët e SPAK në këtë fushë tregon se pavarësisht hapave formal për koordinim,
Kapacitet real operativ për të përmbledhur dhe analizuar provat ka qenë i pamjaftueshëm. Caktimi i një prokurori si pikë kontakti dhe krijimi i mekanizmave të pashkërendimit janë hapat nevojshëm, por të pamjaftueshëm në mungesë të veprimeve konkrete hetimore dhe raportimeve publike. Bashkëpunimi pa rezultate konkrete nuk e rriti besimin publik dhe nuk pengon përsëritjen e shkeljeve në proceset zgjedhore të ardhshme. Mungesa e përgjigjes konkrete për hetimet e vitit 2025 krijon perceptimin se SPAK nuk është e aftë të trajtojë me seriozitet çështje të ndjeshme si krimet zgjedhore. Kjo dobëson autoritetin e institucionit dhe mund të ndikojë negativisht në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare. Pa raportime të qarta mbi progresin e hetimeve është e vështirë të vlerësohet efektiviteti masave të ndërmarra. SPAK duhet të përcaktojë afate të qarta, të publikojë rezultatet pjesshme dhe të sigurojë që bashkëpunimi institucional të shoqërohet me veprime konkrete në terren. Pika më e ulët e SPAK në këtë fushë mund të reflektojë jo vetëm vonesa procedurale, por edhe mungesat e ekspertizës ose të burimeve të mjaftueshme për hetime të krimeve zgjedhore, të cilat shpesh kërkojnë grupe të specializuara, analiza të dhënash në kohë reale dhe bashkëpunim të ngushtë me organet zgjedhore dhe policinë. Megjithëse SPAK mori hapa formal për zbatuar rekomandimin numër 3 të Parlamentit shqiptar, rezultati praktik mbetet i paplot. Mungesa e një përgjigje konkrete për hetimet e zgjedhjeve të vitit 2025 tregoi një dobësi strukturore dhe operative. Gjatë vitit 2025, SPAK ka shënuar një rritje prej 17.7% të çështjeve dhe hetimeve të reja dhe 12.2% të çështjeve të përfunduara. Ky aktivitet i shtuar është reflektuar në dërgimin në gjykat të 24 procedimeve me 147 të pandehur për korrupsionin jo në nivel të lartë. Dërgimin në gjykat të 10 procedimeve me 13 pandehur për korrupsion të nivelit të lartë. Në të njëjtën kohë, SPAK ka vijuar hetimet ndaj zyrtarëve të nivelit të lartë duke regjistruar 6 procedime të reja dhe 16 persona në hetim. Në total, gjatë vitit 2025, kanë qenë në hetim 30 zyrtarë dhe ish zyrtarë të lartë. Nga këta, mbi 50%, 18 janë dërguar në gjykat me kërkesë për gjykim. 10 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë. Rritja me 17.7% e hetimeve të reja dhe 12.2% e çështjeve të përfunduar në fakt tregon një intensifikim të punës së institucionit, rritje të kapaciteteve ose të efikasitetit operacional. Mirëpo numrat tregojnë një peshë shumë të madhe të rasteve për korrupsion të nivelit të ulët, 147 pandehur, krahasuar me korrupsionin e nivelit të lartë, 13 pandehur. Kjo, sepse rastet e nivelit të lartë janë më komplekse dhe më të vështira për të hetuar. Gjithsesi, ato tregojnë faktin se nuk mund të bëhet asgjë dhe se lufta ndaj tyre është ende larg. Çdo vit më shumë mendojnë se SPAK ishte gjë e dur për këtë vend. Turbulloi shumë ujëra, shkoi në nivelet më të larta. E deri në 2025 njeriu që e drejtoi ishte Altin Dumani. Por a ka sërish të njëjtën pritshmëri në Shqipëri me kreun e ri të SPAK? Këtë do ta shohim gjatë këtij viti. Natën e mirë dhe paçifat.